Vllazën e motra, baba dhe djali çdo vikend shpërndajnë librat e Islamit. Dhe një ditë binte aq shumë shi, dhe babai i tha djalit: "O bir, sot nuk po dalim sepse është ora shi." Mirë po, djali e dinte lezetin, kënaqësinë e punës së Allahut, e donte Zotin, ishte vetëm 11 vjeç, ai ishte përgatit, i veshur, dhe i tha babës: "Unë jam përgatit për me dalë." "Jo bir, dalim një ditë tjetër me kompenzu, sepse mundesh mos mur djali im." Dhe djali vogël i thot babait: "Po për ata që bëjnë sot harame, nuk është ora shi? Për ata që dalin me kërku zina, me pi drogen, alkoholin, për ta s'ka shia?" "Jo bab, na pe kërkojmë xhenetin. Hajde bab, se po dalim." Baba i thot: "Jo." Atëri i thot: "Ani pra lem mu me dal." Djali vogël i kishte dashurin aq të madhe ndaj rrugës Allahut, dhe baba e shen djalin e vet nuk ja prish qefin, edhe ja jep disa libra për mi shprenda. Dhe del ky fëmijë i vogël në atë shi, atë ftoft, sepse e dinte shpërblimin e Zotit vet, e kishte kënaqësinë ndaj Zotit vet, edhe ju jepte libra në për dur. Shkonte edhe në për shtëpia, trokitke në derë, dhe ja u jepte librat në për shtëpiat e tyre. Dhe i kishte mbet vetëm një libër i fundit, vëllezër e motra. Dhe shkoi te një derë troket, i mshonte ziles, prap e shtynte djalin e vogël diçka për me institu, për me mshu kësaj ziles te kësaj dere. Edhe kur një plak shumë e moshuar, e lodhur, e raskapitur, edhe kur e shen një djal i vogël para saj me ata sytë e shkëlqyshëm, me atë busqeshje, me atë harej, dhe djali i vogël i thot: "Me falni, se ndoshta ju bizdisa, por deshta t'ju përgëzoj, mi ju dhon një myshde për ty." Dhe plaka e shikon nga sytë dhe i thot: "Çka është myshde, o bir? Dhe juve pjo donë Zoti atë shumë, mua me kam bet vetëm një libër, edhe një libër i fundit, por Zoti ju ka dasht juve për me ra kjo libër në duart e juaj." Subhanallah. Dhe për këtë ju shqetësova për mjë dhon këtë libër, dhe kjo gjyshe e faleminderon këtë fëmijë të vogël, dhe merr librin dhe shkon. Dhe atë ditë ishte ditë xhuma, dhe shkon ky fëmija të shtëpia dhe i tregon babës që i ka shpërnda librat, por nuk i tregon për krejt